Operatorët turistik të Jugut zhvilluan sot një takim të përbashkët për të diskutuar situatën e prenotimeve dhe ecurinë e sezonit turistik në dritën e zhvillimeve të fundit në vend dhe ndikimit që ato po reflektojnë në sektorin e turizmit. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit në Vlorë dhe zonat përreth, të cilët shprehën shqetësimin për pasojat që po sjell klima e krijuar nga protestat dhe pasiguria që po përcillet tek turistët e huaj. Sipas tyre, gjatë ditëve të fundit janë shtuar telefonatat dhe mesazhet nga klientë ndryshëm, të cilët kërkojnë informacion mbi situatën në Vlorë dhe Shqipëri, duke pyetur nëse ka probleme sigurie apo tensione që mund të ndikojnë në pushimet e tyre. Ne jemi biznese që operojmë në sektorin e turizmit dhe misioni ynë është të ofrojmë mikpritje. Turistët zgjedhin të vinë tek ne sepse duan të kalojnë pushime të këndshme, jo sepse i detyron ndonjë nevojë. Për këtë arsye çdo perceptim negativ i cili krijohet për destinacionin ton ndikon drejt për drejt tek rezervimet dhe tek imazhi që kemi ndërtuar me shumë mund ndër vite, u shprehën përfaqësuesit e sektorit. Ata theksuan se Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm për sa i përket pozicionimit në tregun turistik ndërkombëtar dhe se vendi nuk mund t'i lejojë vetes një ndërprerje të trendit pozitiv që është krijuar vitet e fundit. Operatorët kujtuan se turizmi nuk prek vetëm hotelerit dhe strukturat akomoduese, por një zinxhir të tërë ekonomik, i cili përfshin familje të shumta, biznese shërbimi, banka financuese dhe kontrata me operator të huaj, të cilat shpesh shoqërohen edhe me penalitete financiare. Megjithatë, përfaqësuesit e biznesit turistik vlerësuan karakterin paqësor të protestave dhe të drejtën e qytetarëve për të shprehur qëndrimet e tyre politike. Ne respektojmë plotësisht të drejtën e çdo qytetari për të protestuar dhe për të dëgjuar. Ka njerëz që nuk ndihen të përfaqësuar politikisht dhe kjo është një drejtë demokratike, por gjykojmë se momenti i zgjedhur për këto zhvillime është problematik, pasi përkon me kulmin e sezonit turistik dhe potencialisht mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme ekonomike. Gjatë diskutimeve u evidentua se pothuajse çdo fillim sezoni turistik është shoqëruar me problematika të ndryshme, duke krijuar pasiguri për bizneset që operojnë në këtë sektor. Çdo vit përballemi me një sfidë të re. Kemi punuar për të ndërtuar stabilitet dhe besueshmëri tek tregjet ndërkombëtare, por sërish gjendemi përballë situatave që rrezikojnë të cënojnë rezultatet e arritura. Ata theksuan se ky ishte një takim i të gjithë biznesit të Vlorës, pa dallime politike, me qëllimin e vetë mbrojtjen e interesit ekonomik të qytetit dhe garantimin e sigurisë për turistët. Sipas tyre, janë vetë biznese lokale ato që po përballen çdo ditë me shqetësimet e turistëve të huaj dhe që duhet të japin garanci për normalitetin e situatës. Nëse ne nuk dalim të flasim dhe të garantojmë sigurinë e turistëve që na kontaktojnë çdo ditë, askush tjetër nuk mund ta bëjë në vendin ton. Biznesi i Vlorës duhet të jetë i bashkuar për të mbrojtur imazhin e qytetit dhe për të garantuar cilësinë e shërbimit për të gjithë vizitorët, u shprehën ata. Në përfundim të takimit, operatorët turistik kërkuan që të gjitha palët të gjejnë forma ligjore dhe demokratike për të shprehur qëndrimet e tyre, duke shmangur ndikimin negativ mbi ekonominë lokale dhe sezonin turistik, ndërsa apeluan për ruajtjen e imazhit të Vlorës si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të vendit.